Gjumaja nuk mund të falet vetë, nuk mund të falësh gjumon të shtëpia. Madje as 2 vetë nuk mund të falin gjumon në rrethonat normale, as 3 vetë, duhet bëhet një grup njerëzish që e falin gjumon. Nuk po flas për rrethona të jashtëzakonshme. Në rrethona normale duhet më marrën xhami. Nuk mund për shembull dikush më thonë që xhamia pak larg jena në zonë, po bëhemi do punëtor që jemi në punë pa e falim gjumon. Nuk bën. Duhet me lënë punën, angazhimet dhe me ardh Allahu më u përgjigj në xhami. Andaj ky aspekt i namazit të gjumas që kushtëzohet me kolektivitet, kushtëzohet me xhamat, e ka aspektin e tij të rëndësishëm edhe në mirëmbajtjen e raporteve të ndërsjellta mes nesh. Nga se spaku një herë në javë minimumi ne takohemi në vendin më të mirë të mundshëm në xhami. Ne e shohim njëri tjetrin, flasim me njëri tjetrin dhe e njohim më mirë njëri tjetrin. Prandaj duhet që këtë dimension të rëndësishëm që e ofron dita e xumë të përmirësimit dhe mirëmbajtjes së raporteve shoqërore ta ringjallim, ta bëjmë funksional, për shkak se këtë funksion ja dha Allahu Azza wa Jall kësaj ditë të bekuar, që ne të jemi bashkë, të lidhur në safa. Prandaj keni pa dhe gjithmonë para namazit, gjithmonë kërkojnë imamët që plotësoni safat, rregulloni safat, drejtoni mirë, ngjituni mirë, jo të falemi të shpërndar e të ndar mes njëri tjetrit, por të bashkohemi dhe bashkimi fizik mes njerëzve e ka ndikimin e tij edhe në bashkimin e zemrave brenda trupave tonë. Prandaj të ndërozër ta shfrytëzojmë gjumën për këtë dimension. Sa është e këndshme dhe mirë kur baba me djemtë e tij vjen xhumë. Bashkarisht si familje, kur vëllezërit bashkë vinë, fëmijët vinë bashkë, shokët vinë bashkë, e merr një shok, tjetrin shok, vinin xhumë bashkë. Nga xhumaja pastaj vazhdon jetën së bashku. Tjetër shije ka raporti, sinqerisht. Tjetër shije ka komunikimi ndërsjellë mes nesh, kur piknisja jon është nga xhamia dhe kur udhëzimi jon dhe mirëmbajtja e raporteve tona pikërisht ndërtohet dhe fillon dhe vazhdon nga dita e xumë dhe nga udhëzimi hutbes së ditës së xumë.